Ka një talent të rrallë në institucionet e drejtësisë së re, aftësim për të bërë sikur punon pa bërë asgjë. Dhe ky është talenti i pastër i Mirela Bogdanit. E rreshtuar me plot vendosmëri në atë galerinë e fytyrave ungjëllore që duken sikur sapo dolën nga një kurs etike, por që në fakt dinë të përkulen saktë përpara atyre që duhet përkulur dhe t'i kthejnë shpinën pikërisht ligjit që supozohet ta mbrojnë. Mirela Bogdani, kryetare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, është ajo lloj burokrate që sistemi e krijon për ta pasur tampon, filtr, amortizator por kurrë motor. Një njerëz që nuk i prish punë askujt nga lart dhe nuk i rregullon punë askujt nga poshtë, dhe pikërisht për këtë ja dolën ta ngjisin deri aty. Problemi me Bogdani nuk është se bën shkelje, por që i bën duke buzëqeshur, sepse shkeljet që mbulon nuk janë prej atyre të ndrojturave administrative. Jo, janë prej atyre që e fusin drejtësinë në autoklav dhe e sterilizojnë nga çdo fije integritet. Rasti Elion Mustafait është vetëm shembulli i radhës, një prokuror me arsim të dyshimt, me lidhje familjare që japi ngjyrim nepotizmi, me pasuri që si dalin as nga qeriu i natës së ringjalljes. Dhe ç'bën zonja Bogdani nga maja e institucionit? Bëhet pjesë e skemës që e lejon maskaradën të kalojë për ligjshmëri. Ajo guxon të dërgojë sinjale intimidimi ndaj pamfletit, por nuk guxon t'i përmend emrin. E si ta përmend, e vërteta ka qenë gjithmonë territori ku Mirela nuk hyn dot pa helmet. Në fakt tentativat e saj janë si rrahjet e krahëve të një pule të lagur që mendon se po bën rebesh. Pamfleti nuk trembet nga njerëz që kanë frikë nga emrat, dhe aq më pak nga njerëz që kanë frikë nga faktet. Dhe këtu e kemi gjithë thelbin. Mirela Bogdani nuk ka problem me gazetarin, ka problem me pasqyrën, sepse ajo që e shpërqendron, që e prish qetësinë e zyrës së rahatshme, nuk është denoncimi, por reflektimi. Sepse në Shqipëri drejtësia e re funksionon me një logjik shumë të qartë. Kush ka mik ka veting, kush s'ka mik ka vetullat e ngritura të Mirelës. Dhe më pas vjen momenti i famshëm kur ajo del e flet jashtëzakonisht institucionalisht. Fraza boshe, etiketa të thata, vendime që i ngjajnë parashikimeve të horoskopit, të përgjithshme, të mjegullta, të padëmshme për çdo që duhet të ruhet. Askush nuk guxon të thotë gjën më të thjeshtë, që institucioni që ajo drejton po shpenzon oksigjen kot, ndërsa skandalet kalojnë poshtë si ujëra të ndotur nëpër kanalet e drejtësisë. Në vend të marrjes së përgjegjësisë, Bogdani luan rolin e bilancit socialist, as shumë këtej, as shumë andej. Mjafton të mos tërheq vëmendjen që nuk duhet. Kjo është arsyeja pse rasti Mustafaj nuk u pasi thik në zemër të KLP-s, por si një çështje e vogël që duhet qepur shpejt e pa zhurmë, sepse aty fillon frika, te ideja se mos edhe ndonjë fije e përgjegjësisë prek kupolën që i mban karrigen të ngrohtë. Në fakt Bogdani është simboli një sëmundje më të thellë të drejtësisë. Të gjithë flasin për reformë, të gjithë betohen për integritet, por në fund vendimet i marrin njerëzit që kanë frikë nga e vërteta dhe guxim vetëm për të firmosur pa e lexuar. Në një vend normal, rasti i një drejtuesi prokurorie me CV të manipuluar përbën krizë kombëtare. Në Shqipëri përbën vetëm një provë të re të aftësisë së Mirela Bogdanit për të mos bërë asgjë. Mirela, mirë që e merr rrogën kot, por të paktën shtriji këmbët sa ke organin. E vërteta nuk është tagri yt, Mirela, e vërteta është borxhi yt. Borxh që nuk shlyhet me heshtje, nuk shlyhet me intimidim, nuk shlyhet me frikë. Kaq për sot, nga një mik i yti që ta do të mirën.